në fundit e shojnë si një mundësi për të reaguar ndaj të keqes. Dhe kanë dalë atje para parlamentit pikrisht tek ata deputet të cilit i kanë dhënë voton. Po pam një moment që vendosën edhe koshin e plerave atje. Patjetër, nëse deputeti. Edhe ky është presion i madh. Jo, nuk është presion. Nëse deputeti. Madje Partia Demokratike nuk ishte fare prezente. Nëse deputeti shet me votë të drejtat e interesat e qytetarëve, shet territorin, vepron kundërshtim me interesat, edhe koshi i plerave i tregon ja ku ke kushin e plerave, se nuk vlen as sa një kosh plerash. Ata deputet cilët dalin kundër interesave janë të votuar dhe duhet të përfaqësojnë interesat tyre. Jo të bëhen të ushtarë të Edi Ramës, që thotë Edi Rama, vot. Ora kanë një personalitet ta njerëz. Unë kam qenë deputet i Partisë Demokratike dhe i kam dalë për kodin zgjedhor kundër Partisë Demokratike. Jam unë që më shef ti këtu. Dhe i kam dalë edhe disa herë tjera, nuk kam votuar disa ligje të cilët për mu nuk ishin në përputhje me interesat e atyre që më kishin votuar. Pra, Shqipëria ka nevojë për deputet, po këtë e bën kodi zgjedhor, këta kode që cilët i kanë bërë partit për të majtë karriket e tyre. Kodi zgjedhor, dalin njerëz të votohen atje nga qytetarët dhe tjenë pavarur, jo t'i vendosë në rjesht për interesat e veta një kryetar partije. Prandaj qytetarët kanë drejt të protestojnë para parlamentit, te kryeministria dhe shqyr fatmirësisht që është një protest shumë e bukur, një protest madhështore me pjesëmarrje të jashtëzakonshme, një protest paqësore që duhet ta mbështesim gjithë. Unë kam dalë për ditë, çunat e mi i ke për ditë atje, çdo ditë në protest edhe dalin krejt njerëzit edhe duhet dalin. Çfarë ndjesi e ke kur thonë Rama Burg, Berisha Burg? Unë kam ndjesin, sepse shiko, problemi i Rama Burg, Berisha Burg, aty ka njerëz të cilët janë të paguar ose janë pjesë edhe të Sorosit. Ditën e djeshme, ndjesi po ndërpres, po pjesa më e madhe e folcëve. Po të shpjegoj, po. Refrenin këtu e kishin. Po ka njerëz të cilët janë të paguar. Shiko, të gjithë ata që dolën janë të paguar. Nuk thash të gjithë. Ka njerëz të cilët i nxisin edhe këto. Unë nuk them. Pra nuk është për opozitën kjo, nuk është për gjithë sistemin. Opozita të shpjegoj edhe një herë. Jo, patjetër që është për Ramën, për qeverinë. Ajo është për Ramën. A është edhe për opozitën? Opozita ka 12-13 vjet që ka ikë Sali Berisha nga pushteti. Se punoi keq, e largun me votë. Erdhi ky se i mashtroi njerëzit. Opozita është shumë e rëndësishme në një vend. Patjetër. Dhe sot ata njerëz edhe pa qenë pushtet. Po, patjetër më, sigurisht. Dhe sot ato njerëz të cilët flasin Rama Burg, Berisha Burg, një pjesë sepse shumica e atyre njerëz jam i bindur që janë kundër kësaj qeverie sepse 13 vjet po ti marrim me radhë si çfarë është bërë me ligjet, vetëm paketa e maleve që unë kam kundërshtuar në parlament, ligji për investitorët strategjik që u zgjat afati pikrisht për këto pisliqe që po bën tani, korrupsioni, incineratorët, vjedhje, zëvendës ministra, kryeministra në Burg, ministra në Burg, vidh, njerëz u ka shpirti me dalë dhe shqiptarët ikin për ditë. Dakor, po pse nuk është opozita zgjidhja, po mirë. Opozita ka 13 vjet që po pse nuk është zgjidhja e këtyre halleve që sapo listove? Pse nuk e mbush opozita këtë sheshin? E ka mbush edhe opozita sheshin. Në këtë kuptim unë them. E ka mbush edhe opozita sheshin. Mos ndoshta mesazhi kryesor është antisistem. Sigurisht që avokat, ju si e keni parë? Sigurisht që edhe opozita ka absolutisht problemet e veta të cilët për këtë nuk ka ardhur në pushtet, megjithëse kryesorja e mos ardhur në pushtet është vjedhja e votave me këta banditët dhe mafiozët kombëtar dhe ndërkombëtar, cilët Edi Rama do të ikë sot. Dhe më besoni, ai ka qeftik dhe do ikë. Ai vetë do të ikë. Po, dhe unë po të them që nuk e zë shtatori, nuk e lën ato që e kanë vënë atjore. Cilët? Ata që e kanë vënë, grupet kriminale, interesat ndërkombëtare, njerëz cilët u ka dhënë toka, u ka dhënë para brenda dhe jashtë vendit, këto nuk e lën, se po të garantoj që ai është me bë me ik, ai shpëton. Po shpëton. Avokat, doja një opinion tëndit. E para njerë se ka shumë kureshtje. Si e ke parë prezencën e protestuesve përpara SPAK, strukturës posaçme antikorrupsion, në vazhdën e këtyre protestave dhe për ty, cili është mesazhi kryesor i këtyre protestave? Pa dyshim që kjo nuk është fusha ime ekspertizës edhe nuk është se mund t'jepja një opinion Unë flasë si qytetar, pa tjetër, unë nuk pyeta si njeri i ligjit. Ka qenë prej vitesh. Por mua kjo ka qenë një, po themi, thirrje për ndryshim të sistemit, qartazi nuk është se janë dakord qoftë me mënyrën si po funksionon
ekzekutivi, qoftë legislativi, qoftë tek ajo, ka pas një shprehje përgjithsisht pranuese mbështetëse ndaj strukturës prokurisë posaçme, edhe ndaj gjykatës posaçme kundër korrupsionit. Pra dhe ajo Shkojnë atje për të ushtruar presion? Kanë qenë më shumë si unë i kam parë si protesta mbështetëse, pra si protesta të cilat e kanë vlerësuar punën edhe kanë thënë të vijojnë në atë punë pozitive. Pra protesta kështu e kam parë. Është antisistem në kuptimin kundër PD-s edhe PS-s, dy forcave më të rëndësishme të tyre dekadave. Patjetër ka edhe kundër PD-s, sigurisht. Kur ti kërkon të ndërzosh një sistem ose të ndryshosh një sistem, ti je kundër të gjithë elementëve të mëparshëm të tij. Pra çdo gjë që thuhet, çdo gjë që bëhet, çdo gjë që e lidhur me atë. Se në fakt edhe kundër partive të vogla ka pasur goxha reagim fort. Pjesa më e madhe e qytetarëve aty është një grup heterogjen, nuk kanë një as nga pikpamja ideologjike, as nga pikpamja po themi vlerave, nuk është se përputhen dhe të bien bashkë në një unison të vetëm në një qasje të vetme, por ajo që unë shoh është një shirë për ndryshim dhe se si do vi ky ndryshim. Do jetë ndryshim me largimin e një individi, do jetë ndryshim me largimin apo të dy individëve, siç është thirrja, apo do jetë një ndryshim e strukturës. Pra, po themi kodit zgjedhor ajo që thoshte zoti Dëgjani që është një nga elementet që nuk shkon. Kjo do ngelet për tu parë dhe këtë nuk mund ta them unë, por nuk e di as protestuesët dhe këtë nuk e di as besoj as vetë zoti Rama. Ai mund të ketë një qasje ose një kërkesë të tillë si të mendon që do ishte po themi mënyra më konstruktive për të arritur në një ndryshim. Pra ajo evolution, jo revolution, po këtu do mbetet për tu parë. E qartë është që njerëzit kanë mlef për të shprehur, qoftë ky ndaj mënyrës se si qeveriset, qoftë ky ndaj mënyrës se si po ushtroj po bëhet politik për momentin, sepse po ta kiçin, ne jemi vetëm një vit para mbas zgjedhjeve të përgjithshme. Nuk do duhet të kishte kaq po themi kaq frustrim nëse sistemi politik do ishte i mundur që ta shprehte votën qytetari edhe ajo të reflektoj dhe ai të thoshte që nuk ka më nevojë që unë protestoj sepse unë e shpreha vullnetin tim dhe tani jemi shumë të qartë se si do ecim përpara dhe se ata të zgjedhurit e mi do ndjekin vullnetin tim në mënyrë të përpikshme. Mund ketë edhe prishje kontratet njëjtëshme. Po, aty janë edhe të majtë, janë dhe të djathtë, janë me parti, janë pa parti, aty kanë dalë shumë. Dhe ato janë të qartë kanë kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, se unë jam i bindur që brenda shtatorit ai do të ikë dhe krijimin e qeverie teknike. Dhe gjatë kësaj kohë, se sigurisht që ato dinë që pushteti nuk merret me dhunë, do merret me votë. Gjatë kësaj kohë duhet të bëhen disa kodit zgjedhor, ndoshta reforma territoriale dhe do shkohet në zgjedhje. Dhe këta nesër mund të jenë një parti politike, një grupim, nuk e di që mund të jetë, dhe mund të votojnë dhe marrin pushtetin nesër. Mbetet për të parë. Për momentin nuk kemi një prirës, një njerëz që t'i përfaqësojë apo që të ketë shfaqur ambicie politike. Ma mirë grup se sa një. Më mirë kështu. Po, ma mirë grup si që janë, dhe me bord, me grupë, se sa një individ që ua ka myllë gojen që i Edi Rama gjithë të tjerëve dhe nuk kanë mundësi të flasin asnjë. Zoti Dëgjani, faleminderit. Faleminderit ju, Shqipëria është e jona. Padyshim që po, kështu ka qenë gjithmonë. Shkëputemi për fare pak. Rikthehemi dhe flasim për summitin në Ankara, por jo vetëm, edhe zhvillime të tjera ndërkombëtare. Vetëm pas pak.